Horoskopi ditor, 12 korrik. Dita kur ajo që prisje në heshtje mund të dalë më në fund në dritë. Ka ditë që të detyrojnë të luftosh për çdo hap dhe ka ditë kur vetë ngjarjet fillojnë të lëvizin në favorin tënd. 12 korriku është një ditë që nuk kërkon nxitim, por vëmendje. Shumë gjëra që kanë qëndruar në heshtje mund të fillojnë të tregojnë fytyrën e tyre të vërtetë. Një përgjigje që dukej e largët mund të mbërrijë i papritur. Një mundësi që ishte fshehur pas vonesave mund të bëhet më në fund e dukshme. Për disa shenja, kjo do të jetë dita kur dyshimet marrin fund. Për të tjera, dita kur do të kuptojnë se pritja nuk ka qenë humbje kohe, por përgatitje për diçka më të madhe. Mos e gjyko këtë ditë nga orët e para. Disa nga zhvillimet më të rëndësishme mund të ndodhin pikërisht atëherë kur mendon se asgjë nuk po ndryshon. Dëgjoje me kujdes mesazhin e shenjës tënde, sepse një detaj i vetëm mund të ndikojë në gjithë vazhdimin e korrikut. Dashi. Nuk është e nevojshme të fitosh çdo betejë për të fituar luftën. Sot do ta kuptosh se zgjedhjet më të zgjuara janë ato që të kursejnë energjinë për momentet me të vërtetë të rëndësishme. Në punë, një situatë që dukej pa rrugdalje mund të marrë një kthes pozitive fal një personi që beson tek aftësitë tua. Në financa, shmang vendimet impulsive dhe mos u tundo nga ofertat që premtojnë shumë. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të largojë një dyshim që të ka ndjekur prej ditësh. Nëse je vetëm, një njohje mund të lindë në mënyrë krejt spontane. Shëndeti kërkon më shumë kujdes ndaj lodhjes fizike. Fati do të shpërblej durimin dhe vetë kontrollin. Sot mund të fitosh më shumë duke pritur se sa duke nxituar. Demi. Ndonjëherë mjafton të ndryshosh një mendim për të ndryshuar edhe drejtimin e gjithë ditës. Kjo energji do të jetë shumë e pranishme për ty në punë. Një lajm ose një propozim mund të rikthejë entuziazmin që kishe humbur. Në financa, dita favorizon stabilitetin dhe zgjedhjet afatgjata. Në dashuri, dikush mund të tregojë se ka menduar për ty më shumë se sa e kishe kuptuar. Nëse je në një lidhje, mirëkuptimi dhe respekti do të forcojnë marrëdhënien. Shëndeti përmirësohet kur i jep më shumë kohë pushimit dhe ritmit të rregullt. Fati nuk do të vijë përmes zhurmës, por përmes një mundësie që shumë njerëz do ta shpërfillin. Ti ke shansin ta dallosh dhe ta shfrytëzosh në kohën e duhur. Binjakët. Mendimet që ke lënë pezull mund të marrin sot përgjigjen që u ka munguar. Dita favorizon qartësinë dhe vendimet që ndërtohen mbi fakte dhe jo mbi hamendësime. Në punë, një takim ose një komunikim mund të hapë një rrugë që nuk ishte në planet e tua. Në financa, mos u nxit të pranosh çdo mundësi, krahasimi i alternativave do të jetë në favorin tënd. Në dashuri, një mesazh mund të ndryshojë atmosferën e ditës dhe të rikthejë optimizmin. Nëse je në një lidhje, një bisedë e qetë do të sjellë më shumë afërsi. Shëndeti kërkon më pak shpërqendrim dhe më shumë kujdes ndaj pushimit. Fati do të jetë pranë teje kur zgjedh të veprosh me qetësi dhe jo me nxitim. Sot mund të marrësh një përgjigje që hap një kapitull të ri. Daforia. Nuk është gjithmonë e lehtë të dallosh momentin kur një periudhë e vështirë po merr fund. Megjithatë, sot mund të ndjesh se diçka ka filluar të ndryshojë. Në punë, një zhvillim pozitiv mund të rikthejë besimin tek një projekt ose tek një bashkëpunim që e kishe vënë në dyshim. Në financa, vazhdo të tregohesh i kujdesshëm, sepse zgjedhjet e mençura të sotme do të japin fryte më vonë. Në dashuri, një person mund të të afrojë me një gjest të papritur dhe të sinqertë. Nëse je vetëm, një rastësi mund të kthehet në një njohje interesante. Shëndeti përfiton nga qetësia emocionale dhe një ritëm më i balancuar. Fati do të vijë në momentin që zgjedh të besosh më shumë tek vetja se sa tek frika. Luani. Nuk është e nevojshme të marrësh menjëherë një përgjigje për të kuptuar se je në rrugën e duhur. Sot do të vëresh se disa ngjarje po lidhen mes tyre në një mënyrë që nuk e kishe imagjinuar. Në punë, një mundësi për të treguar aftësitë e tua mund të vijë nga një person që të ka vëzhguar prej kohësh në heshtje. Në financa, një lajm i mirë ose një zhvillim i papritur mund të të japë më shumë siguri për javët në vazhdim.
Në dashuri, dikush mund të bëjë të ndihesh i vlerësuar me një veprim të sinqertë. Nëse je në një lidhje, dita favorizon afrimin emocional. Shëndeti përmirësohet kur i jep vetes më shumë kohë për t'u rikuperuar. Fati do të jetë pranë teje kur zgjedh të besosh tek vlera jote dhe jo tek dyshimet. Birgjeresha. Mos u përqendro tek ajo që ende mungon. Sot do të kuptosh se ajo që ke ndërtuar deri tani është shumë më e fortë nga sa kishe menduar. Në punë, një ndryshim i vogël në mënyrën si organizohesh mund të sjellë rezultate që do të surprizojnë. Në financa, dita favorizon zgjedhjet e kujdesshme dhe shmangjen e shpenzimeve të panevojshme. Në dashuri, një bisedë e qartë mund të largojë një keqkuptim që ka qëndruar pezull. Nëse je vetëm, dikush mund të tërheqë vëmendjen me natyrshmërinë e tij. Shëndeti kërkon më shumë ekuilibër mes angazhimeve dhe pushimit. Fati do të shfaqet përmes një detaji që shumica do të anashkalonin. Sot durimi yt mund të kthehet në avantazhin më të madh. Peshorja. Sot mund të kuptosh se nuk je më i njëjti person që ishe vetëm pak javë më parë. Përvojat e fundit kanë ndryshuar mënyrën si merr vendime dhe kjo do të ndihmojë të bësh zgjedhjen e duhur. Në punë, një bashkëpunim i ri ose një ide e përbashkët mund të japë rezultate më të mira nga sa prisje. Në financa, qetësia do të jetë aleati yt më i madh. Shmang çdo veprim impulsiv. Në dashuri, një person mund të të tregojë ndjenja që nuk i kishe vënë re. Nëse je në një lidhje, dita favorizon harmoninë dhe besimin. Shëndeti përmirësohet kur largon ngarkesën mendore. Fati do të vinë nëpërmjet njerëzve që të mbështesin pa kërkuar asgjë në këmbim. Akrepi. Nuk është e thënë që çdo derë të hapet me forcë. Disa hapen vetëm kur vjen koha e duhur dhe sot mund të jesh shumë pranë atij momenti. Në punë, një informacion që vjen papritur mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një projekt ose një marrëveshje. Në financa, ruaj qetësinë dhe mos u ndikoni nga vendimet e të tjerëve. Në dashuri, një gjest i vogël mund të të japë më shumë siguri se sa një premtim i madh. Nëse je në një lidhje, dita favorizon sinqeritetin dhe afërsinë. Shëndeti përmirësohet kur redukton stresin dhe respekton kohën e pushimit. Fati do të jetë në anën tënde nëse zgjedh të dëgjosh intuitën, sepse ajo do të çojë drejt vendimit të duhur. Shigjetari. Nuk është çdo kthes një devijim, disa të çojnë pikërisht aty ku duhet të ishe. Kjo është arsyeja pse nuk duhet të shqetësohesh nëse planet e ditës nuk ecin sipas parashikimit. Në punë, një ndryshim i vogël mund të hapë një mundësi shumë më të madhe se ajo që kishe në mendje. Në financa, do të jetë më e zgjuar të mendosh për fitimin afatgjat se sa për kënaqësinë e menjëhershme. Në dashuri, një bisedë spontane mund të krijojë një afërsi që nuk e prisje. Nëse je në një lidhje, një vendim i marrë së bashku do të forcojë besimin mes jush. Shëndeti përfiton kur i jep vetes më shumë lëvizje dhe kohë në ajër të pastër. Fati do të buzëqesh kur zgjedh të mos kesh frikë nga e panjohura. Sot mund të fillojë një histori krejt e re. Britsjapi. Ka ditë kur përparimi nuk matet me shpejtësi, por me sigurinë e çdo hapi. Pikërisht kështu do të zhvillohet 12 korriku për ty në punë. Një vlerësim ose një përgjegjësi e re mund të të tregojë se përkushtimi yt nuk ka kaluar pa u vënë re. Në financa, një vendim i menduar mirë mund të krijojë bazat për një periudhë më të qëndrueshme. Në dashuri, një person mund të të tregojë besim në një mënyrë që nuk e kishe pritur. Nëse je në një lidhje, dita favorizon bisedat për planet e përbashkëta. Shëndeti kërkon më shumë kujdes ndaj lodhjes dhe ritmit të ngarkuar. Fati do të shpërblejë këmbënguljen dhe disiplinën që ke treguar prej kohësh. Sot mund të marrësh konfirmimin se je shumë më afër objektivave të tua. Ujori. Sot mund të vijë një ide që në fillim duket e pazakon, por pikërisht ajo mund të jetë çelësi i një ndryshimi të rëndësishëm. Mos e refuzo vetëm sepse nuk i ngjan asaj që kishe planifikuar. Në punë, një projekt ose një bashkëpunim mund të marrë një kthes pozitive fal kreativitetit tënd. Në financa, një mundësi e re mund të të japë më shumë siguri për muajt që vijnë.
Në dashuri, një mesazh ose një takim mund të rikthejë emocione që i kishe lënë pas. Nëse je në një lidhje, dita favorizon mirëkuptimin dhe mbështetjen reciproke. Shëndeti përmirësohet kur largon stresin dhe organizon më mirë kohën. Fati do të vijë përmes një vendimi që shumica nuk do të guxonin ta merrnin. Ti ke gjithçka për ta bërë. Peshqit. Mos u habi nëse dikush të thot pikërisht fjalët që kishe nevojë të dëgjoje. Kjo ditë ka aftësinë të sjellë qartësi nëpërmjet njerëzve dhe jo vetëm përmes ngjarjeve. Në punë, një zhvillim pozitiv mund të rikthejë besimin tek një objektiv që e kishe lënë në pritje. Në financa, vazhdo të ndërtosh me kujdes dhe mos u josh nga rrugët e shkurtra. Në dashuri, një gjest i sinqert mund të ndryshojë atmosferën mes teje dhe një personi të rëndësishëm. Nëse je vetëm, një njohje e re mund të bëjë të shohësh të ardhmen me më shumë optimizëm. Shëndeti përfiton kur i jep më shumë rëndësi qetësisë emocionale. Fati do të udhëheqë drejt njerëzve që sjellin dritë dhe jo paqartësi. Nëse ky parashikim të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj në koment fjalën drita nëse beson se 12 korriku po të hap një rrugë të re dhe na trego edhe shenjën tënde. Bëj subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet për të mos humbur asnjë parashikim. Gjithashtu, shpërndaj këtë video me dikë që mendon se ka nevojë ta dëgjojë këtë mesazh pikërisht sot.